Raporti antarit të Asamblesë të Këshillit të Europës Dick Marty ka qenë në qendër të takimit të kryeministrit Sali Berisha dhe ushtruesit të detyrës së presidentit në Kosovë Jakub Krasniqi. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, kreu i qeverisë ka deklaruar se raporti i paraqitur nga Marty është tërësisht racist ndaj shqiptarëve, por ka garantuar se ai nuk do të mund të intimidojë shqiptarët. Berisha ka theksuar edhe një herë se qeveria shqiptare i ka bërë ftesë zyrtare EULEX-it dhe gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë që të rinisin hetimet. Ne besojmë dhe mendojmë se përgjigja më e mirë ndaj këtij raporti fundekrye racist dhe shpifës është kërkesa jonë për hetim të plot për të gjitha problemet që shtrohen në këtë raport nga EULEX-i dhe gjykata ndërkombëtare e Hagës. Theksoj këtu se qeveria shqiptare ka bërë ftesë zyrtare EULEX-it dhe gjykatës ndërkombëtare që të rinisi hetimet delegacioni ynë shkon në Asamblenë Parlamentare me porosin dhe vendimin që të kërkoj hetim në rezolutën që do të votohet të kësaj çështje dhe amendimi i delegacionit do të jetë të kërkoj Dick Martyt që të gjitha dhënat që ka të ja dorëzoj EULEX-it ose gjykatës ndërkombëtare. Edhe ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës ka theksuar se edhe Kosova është e gatshme për çdo hetim në lidhje me këtë çështje. Sipas Krasniqit, lufta që ka bërë UÇK-ja ka qenë vetëm për fitimin e lirisë. Ne e kemi gatishmërinë që institucionet ndërkombëtare, institucionet profesionale ndërkombëtare ta bëjnë një hetim të gjithanshëm profesional për gjitha akuzat që i vënë luftës së drejtë të popullit të Kosovës për liri dhe shërim. Ne jemi të bindur se në gjithë programin politik të lëvizjes kombëtare për shërim në Kosovë, në asnjë fazë të tij s'ka pas qëllim dhe synim tjetër përveç luftës për liri, por nuk ka shkuar përmes asnjë forme të krimit të organizuar ndaj një grupi etnik, ndaj një populli tjetër për bim, për çfarosje dhe për zhdukje apo për të trafikuar organet e akcilit njeri për qëllime kriminale. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakub Krasniqi është pritur në një takim edhe nga kryetarja e Kuvendit Jozefina Topalli. Gjatë takimit është diskutuar për marrëdhëniet e ngushta midis dy vendeve në të gjitha fushat dhe shprehen angazhimin për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit midis dy vendeve.